processuale. Kush janë ekspertët që Shikues të nderuar të RTS, përshëndetje dhe mirë se takohemi edhe sot në emisionin 104.1. Për sot do të flasim rëndësia fetarisë në shoqërinë tonë kosovare dhe më gjerë me Hoxh Ferit Ademin, të cilin e kemi në studion tonë. Selam aleikum i sirve. Wa aleikum salam wa rahmatullah. Mirë se u gjejmë. Faleminderit edhe nga ana juaj që jeni pjesë e këtij emisioni. Atë Hoxh, pse i duhet feja njerëzit? Është një nga pyetje ndoshta më shpeshta që bëhet sot në shoqërinë tonë, sidomos në ndjenja pak më të gjana, me një rreth pak më të gjerë, pse duhet me qenë fetar, pse duhet feja, duhet me qenë i lirë. Atë sipas konvështrimit islam fetar kuptohet pse duhet feja njerëzit. Po. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Njëri falenderoj për ftesën, për mundësinë e dhënë, Zoti ju shpërblet. Allahu ja shtoftë të mirat juaj, ju dhash bereqet në programet, emisionet e juaja. Sa i përket kësaj pyetje, që është një pyetje bazike dhe është një prej bazave dhe parimeve fetare, ku kanë shkruar dhe lemaja libra për këtë bazë, e nëse mund të themi është një prej 3 parimeve në jetën e njeriut, pra ta din njeriu për fenë, pse i duhet feja, çka është feja. Po nëse marrim aspektin logjik, para se më hijen argumentet edhe kuranore edhe profetike, përderisa njeriu është dalluar nga aspekti psikikës, logjikës, të menduarit, pra ka dhe pjesën e epshit, ka dhe pjesën e psikikës dhe logjikës, automatikisht duhet me pas një udhëzim dhe një orientim, një sistem jetësor që ato zgjidh vetëm feja. Pra njeriu sado që është i përsosur si krijesë nuk është e mundur që vetvetiu të krijojë diçka, një sistem jete që është në mënyrën më perfekte. Kështu që feja, domethënë, është ajo që e organizon atin, apo a mundet njeriu me bë fen vet? Padyshim që janë bërë shumë fe, edhe kanë tetu njerëz, sepse feja ndërtohet mbi bazën e besimit. Masanaj mbi atë bazë të përgjithësisë dhe ndërgjegjshmërisë, edhe njeriu rregullon edhe sistemin e tij jetësor. Mirë po, në këtë rast njeriu ka nevojë për fenë Allahu xhel xhelalu, i cili ai e ka zbrit njeriu në tokë bashkë me fenë. Kur thot historia dihet që është në Kur'an dhe besoj e din shumica e muslimanëve apo të gjithë, por edhe jo muslimanë dhe krishterë jehudi, sepse shumë historia neve na bashkon, e kemi të njëjtën histori. Pastaj çështja se çysh ne i kemi besu dhe profetëve dhe çysh e kemi deviju në aspektin të krishterët jehudit që kanë devijuar fjalën e Zotit dhe i kanë shuar librat e tyre, edhe çysh e kanë rregulluar jetën, aspektin jetësor është tjetër mëbet. Mirë, po si histori neve na lidhe njëjta ngjarje, dhe se Allahu xhel xhelaluhu tregon se me Ademin alayhis salam e kemi zbrit edhe fen. Qysh? Atë pasi që ka bë gabimin në xhenet dhe Allah e ka zbrit në tokë Ademin, Hawan dhe Iblisin, shejtanin mallkum, thot qulna habitu minha jamia. Zbritni të gjithë prej saj, prej kujt, prej xhenetit. Zbritni në tokë, faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Thot Allah xhel kush e ndjek udhëzimin tim nuk ka me pas më as frikë për të as kam u mërzit. Pra Allah xhel xhelaluhu thot që duhet ta ndjekun udhëzimin tim. E udhëzimi Allah xhel xhelaluhu është feja, është vetë feja. Por është ky program, sistemi që Allah ka përcaktuar për njerëzimin, pra me vetë ardhen njeriu këtë tokë nga xheneti, është ardhur dhe feja bashkë me ta. Domethënë bashkë me ta, kështu që Allah na lajmëron se duhet ta pasojmë fenë Allah xhel xhelalu, duhet ta ndjekim udhëzimin Allah subhanahu wa taala që e ka zbrit me vetë njeriu, e që ai udhëzim është Islami. Pra pa fe nuk mundet me jetu as në shoqëri. Po thuajse. Mundet me jetu. Mirë po si do të jetoj? Mirë po nuk ja jep atë, nëse mund të them, atë dozën, ilaçin edhe shërimin që i lyp trupi dhe shpirti i njeriu. Domethënë një kombinim që mundun me arrit atë lumturinë e kësaj dynjaje, po padyshim edhe lumturinë e botës tjetër. Po flasëm këtë dynja, në aspektin e kësaj dynjaje, nuk do të kishte kuptim as dynjaja, as më pak edhe ahireti, po mos ishte feja prezente. Sepse në bazë të shkafit ne veprojmë, në bazë të për çka jetojmë dhe për kënd jetojmë.
dhe si e rregullojmë në sistemin e jetës tonë përditshme, nëse na nuk e kemi prezent fen e Allahu xhalla xhelaluhu, nëse nuk e kemi udhëzimin e Allahut subhanahu wa taala, nëse nuk e kemi besimin e fortë dhe bindjen e plot se jemi krijesa të Allahut dhe kemi ardhur për një qëllim. Dhe ai qëllim është me adhuru Allahun xhalla xhelaluhu nëpërmjet kësaj feje. Nëse kjo domethënë nuk ekziston, atëherë nuk do të kishte kuptim as jeta. Pse jetojmë? Ç'është feja? Atëherë për me tregu më konkretisht se çka është feja, nëse shikojmë kuptimin e përgjithshëm në aspektet etimologjike gjuhësore. Feja është një dorëzim, është një nënshtrim, program, sistem, ligj. Feja është diçka që ta jep një program, një sistem edhe një orientim. Pra, edhe që thash ndërtohet mbi bazë të bindjes së diçkafit, në bazë të besimit. Pra, është organizim. Mirë po, kur e shikojmë në kuptimin e ngushtë në aspektin islam, feja islame, se çka është, atëherë jep me kuptu se është nënshtrim. Islamin, tash si fe, islamin shumë e shpjegojnë dhe përkthejnë si paqe. Nuk është vërtet që simbolizon vetëm paqe. Se para se me ardhur deri te paqja, paqen kuptimin sipërfaqësor me mojt paqe. Po para se me ardhur deri te paqja, duhet ta kuptojmë se duhet të vojmë paqe me vetveten. Edhe është një farë lloj nënshtrimi i plot. Është një farë lloj dorëzimi i plot, dorëzim në nështrim ndaj kujt? Ndaj Allahu xhalla xhelaluhu, ndaj fjalës së tij dhe fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, al-islamu, do të thonë al-istislam, është dorëzim të nënshtrim. Por edhe feja Allahut xhalla xhelaluhu e ka këtë kuptim dhe definicion. Është të nënshtrohesh ndaj urdhrave të Allahut subhanahu wa taala, ndaj fjalëve të tij, udhëzimeve të tij dhe të profetit të tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E kur do të thotë të nënshtrohesh, ti duhesh patjetër të ndëgjosh. Edhe ti veprosh. Pra çdo urdhër Allahu xhalla xhelaluhu, çdo porosi e tij dhe profetit sallallahu alaihi wasallam, duhet të nënshtrohemi. Edhe nuk lejohet që me pas na dilema edhe me bë pyetje pse kjo kështu, pse kjo ndalesë, pse kjo urdhëresë. Sepse kjo është prej Allahut xhalla xhelaluhu. Dhe është e vërtetuar që është e mbrojtur nga Allahu subhanahu wa taala. Prandaj përdesë është e mbrojtur dhe ruajtur fjala Allahu xhalla xhelaluhu dhe shpallja e tij, e që shpallja nuk është vetëm Kurani, por është edhe Suneti, atëherë ne si musliman e kemi të obliguar që të nënshtrohemi plotësisht. Ku dhe Allahu na urdhëron Kur'an thotë ja ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafa. O që keni besu Allahun, hyni në islam plotësisht, pra nënshtrojuni plotësisht. Jo diçka për nënshtrohem, diçka s'po nënshtrohem. Kështu kanë vepruar edhe jehud evrejt. Dhe kur i zbrit libri Musa alayhis salam dhe ja u ka cituar para tyre, ka thonë kjo është merreni, ata kanë thonë pe marrim diçka, po diçka s'po marrim, pe lajm. Po thonë çka çapkona konvenon, po nënshtrohemi. Po çito sa në çto ligje, çto urdhresa, çto ndalesa s'po na konvenojnë. E kështu Allahu xhalla xhelalu prasaj ka sprovuar që shkon në Kur'an, ja ka hodh kodrën mbi kokat e tyre, ka thonë ose merrni të tërin ose e shikojmë që popujt më hershëm ka pasur edhe kësi gjana. Po ky met që është i specifikum dhe i dallum është se nuk u kanë valid Kur'ani veç sa ka qenë pejgamberi Allahu gjallë. Sepse ka mrekulli e gjallë, dhe mrekulli një pas njësh mi kanë ardhur, mirë po është valid edhe mas vdekjes tina deri në kiamet. Që i bie se na duhet me marrë këtë fejë komplet dhe me nështru komplet. Mos me qitë kushte në forme. Mos me pas kurzime. Pra, pasus të fesë të denjë që janë, fillimisht nështrohen, pastaj edhe hulumtojnë në urtësitë e tyre dhe në sekretet. Kurse pasus të epsheve dhe dyshimeve, fillimisht nuk nështrohen, edhe refuzojnë, edhe lypin argumentet të shumta, ka moshme, dhe me thonë gjithë ka lypin, për me orë derisa ajo që me vërtetu është që këtë që është thonë Kur'an ose në hadith, është e vërtet apo jo. Pra, kush janë këta njerëz të cilët kanë dyshime dhe i pasojnë dyshime dhe epshet e tyre. Do në të përmend kalimti, por çka e ndihmon njeriu feja më konkretisht? Po, nga kjo që tham, e ndihmon në çdo sferë të jetës. E ndihmon duke nis atje nga aspekti i besimit, se kujt t'i drejtohet njeriu, nga kush të shpresoj, kujt t'i lutet, të kush të mbështetet. Pastaj edhe aspektin jetësor të tij, se si të sillet me krijesat, nuk e rregullon vetëm
aspektin vertikal me Allahun xhel xhelaluhu, që është ajo nevoja jonë e domosdoshme dhe vazhdueshme, patjetërsueshme, nevoja për Allahun xhel xhelaluhu. Po shpjegon feja domthon rrjedhimisht se si duhet sjellemi domthon edhe me tjerë, kemi raporte sa më të mira. Të jemi domthon sa më të drejtë, të jemi sa më fjalë matur, mos ta lëndojmë kërkan. Pra feja është ajo e cila pra ndihmon njeriu qysh prej momentit kur zgjohet, prej momentit kur i fillon ditën e tij, zgjohet me emrin e Allahut, duke mbështetur Allahun xhel xhelaluhu dhe e din që nuk ka as lëvizje as forcë pa ndihmën, vullnetin, fuqinë, lejen e Allahut xhel xhelaluhu. Edhe deri tek ajo që gjërat më të imta, që ka thënë pejgamberi Allahut, krejt imani, besimi, feja e njeriu është gjarët e disa pjesë. Është më e madhja fjala është la ilaha illallah, sot që tham me besu se vetëm një Zot është, vetëm ai meriton adhurimin, vetëm atij duhet më mbështet, s'ka tjetër përveçti. Deri tek ajo më e vogla pjesë e fesë që kanë me larguni pengesë, njerëzit më ja heqin nga rruga, që nuk i nja heq, do thjesht njerëzit kalojnë atë dhe mundën me u evitu, mundën me evitu prej saj ose mu pengu prej saj. Do të thonë këto 6 pjesë feja neve na shpjegon se si duhet jemi sa më produktiv, sa më dobishëm me veten, me familjen dhe me shoqërinë. Hoxh, pse po thua se të gjitha fetë, nëse mund themi, ngajnë mas rinis, pra i kanë si tabër, si target realisht rinin me kap, sepse aty është thelbi. Në këtë rast, edhe në aspektin fetar, po në Islam, kemi shumë rini që po falën, po agjërojnë, po i kapën fesë, ndonë se me profesionet të ndryshme, të ngarkuara, të së ngarkuara, me mandje edhe në vendet huja që shkojnë studiojnë, por prap i kapën fesë dhe kanë fillu me fal namazin. Pra, një thjesht, pse rinia po falën, kur ka punën, ka teknologjinë, ka avancimin, e çka po i mungon që ai thjesht më kapë mas fesë. Mos ke shkëptojmë shiku se ta nuk është shpytje imi, por shpytje ajo çfarë do të flitet në terren apo çfarë diku do jashtë. Mas mirë është ne kur e shohim aktualitetin dhe mundohemi që me aktualitetin më marrë dhe më përshtatë dhe me i gjetë gjitha ato përgjigjet e pyetjeve që i bëhen ose problemet e lashave që i shohim se çysh me i zgjidh. Po është e vërtetë që rinia ka një qastje ma interesante edhe ndaj fesë, po edhe ndaj digitalizimit, edhe ndaj aktualitetit, ndaj globalizmit. Rinia në çdo aspekt është më ndikueshme. Kështu na mëson domosdoshmë edhe feja, po kështu edhe logjikisht njeriu mund ta kuptoj pse bashkërinia janë këto më theksuar. Për shkak që mosha e re është mosha më e ndihshme, është mosha kur i riu është në mendje dritur, në mendje hapur. Është mosha e fuqisë, e forcës, është mosha e madje edhe epshit që në moshë të re është epshi dhe më i theksuar. Dëshira është më e theksuar dhe më e fortë për veprim, për mendim, për kështu që përderisa si moshë është kaq shumë e rëndësishme në jetën e njerëzit, pastaj i riu shkon deri te ajo se kërkon çka e përmbush më shumë. Nëse jep hapësirë epsheve, ai ngjet mas epsheve. Por kisha me thonë që kjo mosha nështë e adoleshencës është shumë e ndihshme që kanë sot shumë problem rinia. Jo rastësisht pejgamberi Allahut ka përmend në hadithin ku 7 persona hynë në hijen e arshit të Allahut nesër kur do dalin para tij, ku do të ketë hije përveç hijes së arshit të Allahut, dhe ato është edhe një i ri që është nesha fi ibadetillah. Pra një adoleshent, një i ri që është prej kur ka filluar me kuptuar gjanat fen islamin prej moshës së re, nesha fi ibadetillah. Do të thonë është rritin në adhurim ndaj Allahut xhela xhelaluhu. Pse specifikon kaq shumë? Sepse nuk është e lehtë as pak. Nuk është madje edhe e zakonshme që një i ri mu rrit tamam në adhurim ndaj Allahut xhela xhelaluhu. Në moshën më të ndihshme dhe më të fortë dhe më që kërkon më shumti. Ku sot janë mundësitë shumëta në aspektin e vepruarit, që të mirë ose të keq. Prandaj nëse i riu arrin këtë moshë me te i kaluar, pastaj sigurisht që ka me gjetë veten në një fushë saktuar shumë më të suksesshëm. Ose kundër të ndruna Zot ka me hudh veten shkatërrim. Prandaj këtë moshë më ne që duhet edhe minet gati edhe si prind, edhe si shoqëria si rreth. Dy gjëra njeriu të triun e forcojnë ose dobësojnë. Domethënë fillimisht orientimi, shkollimi, se në çka po shkollohet, edhe dyta shoqëria. Edhe shoqëria është një ndikues shumë i madh që ndikon ose me
inkuraju me nxitu për të mirë, ose me inkuraju me nxitu për punë këqija. Na shohim se trit shembull, në shtaprind nuk I kanë hiç fetar. Në shta familjen hiç se kanë, apo rrethin. Por e shohim që filani valla po falet. Pse? Pse kanë ndikuar shoqënia. Do të mendja ti e kthjellët, edhe dëshira e zjarrt kur e ka pa një gjë të tillë, edhe ka pyetur, është interesuar për të, e ka pa se çaja është burimorja. Çaja që I vynin insanit në përgjithësi, apo triut në veçantë. Edhe e ka provu një herë, dhe ka ndëgjuar një fjalë, dhe ka marrë një ders, ja ka dhënë një këshill. Kështu do të thonë vjen tu afrua deri tek ajo që e përmbush. Që thash mo triun e rrethojnë shumë gjana, dhe ai mundohet dynjan me kap. Mirë po nuk e përmbush kurrë. Shpirtnisht. Zemra e tij mbetet e zbrast. Edhe kështu që kur të sheh shoqënia e mirë, kur të ndëgjon një fjalë të mirë, kur të sheh një punë të mirë, edhe sidomos kur kemi të bëjmë me aspektin që pyetet ti pse po falen ose pse e sheh se ato domthon po e gjanat kënaqësi shpirtërore. Nuk shen ka ajo ato fantazit, aspiratet, qëllimet e trive, qysh me bën një kerr, qysh me arrit një punë të mirë, qysh me arrit një sukses të mirë në diçka. Nuk kanë këto ajo. Këtë këto janë boshë nëse e ke mungesën e kënaqësisë shpirtërore, të cilën e ke vetëm në namaz. Tash mos keq kuptohemi, jo që na themi se mos me pas vizion, edhe mos me punu, përkundrazi. Unë I thras rinin që sa më shumë me kon produktiv. Por bashkë me namazin. Mos sa më shumë me kon kuptimin për flas aspektin e jetës të dunjas në përgjithësi. Amo është esenca që në çka na kemi qit qëllim. Pra këtu ti përdor mjete që të jetë sa më I dobishëm për shoqëninë, edhe sa më produktiv, mirë po për të afruar tek Allahu xhel xelalu më shumë. Mos jenë këto mjete që njeriu mundohet sa më shumë me prodhu, me studiu, me analizu, me që thojnë populli me citë ndrit, mos jenë këto që e largojnë nga Allahu xhel xelalu. Prandaj këtu është dallimi mes kësaj dhe asaj që na thrasëm që me punu rinia, thrasëm me studiu shumë, mu avancu shumë. Po këtë që ka avancim, le ta bën me niyetin e mirë, edhe me qëllimin për mu afru më shumë te Allahu xhel xelalu. Sepse këto tham nuk e përmbushin, sepse s'është vizioni, qëllimi. Këto janë mjete për me arrit deri ku, nëse s'është adhurimi ndaj Allahut, nuk me arrin qëllimin. Prapë mbetet I zbrast. Pra, nëse I referohemi botës yjeve, kemi shumë këngëtar, artistë, sportistë, cilët ndonjëherë në fund vinë deri tek vendimi për ta mbytur veten sepse nuk mjaftohen me ato çka kanë. Pra I kanë gjithë anën materiale, të cilën I kanë ndruar ta kenë, I kanë edhe famën, I kanë edhe autoritetin, mirë po nuk e kanë kënaqësinë shpirtërore. Çka mungesë ka bërë që shumë yje të Hollywoodit të ashtuquajtur, pra kanë myt veten ose nuk kanë familje ose tash kanë rënë do thotë në përdorues të lëndë narkotike për shkak të asaj që këtë rrugtim I gjatë I karrierës së tij apo të saj nuk ka mjaftuar dhe nuk po mjaftohet, po kërkon diçka të brendshme. Dhe ajo brendshme është që duhet të kthehej në rrugën e Zotit. Patjetër. Na e cakëm edhe në fillim atje. Pastaj Allahu xhel xelaluhu cek edhe një ajet tjetër kuranor. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Thot ai cili largohet, distancohet nga të përmendurit Allahu xhel xelaluhu, adhurimit Allahut subhanahu wa taala, thot do të jetojë një jetë shumë të ngushtë, edhe nëse Allahu xhel xelaluhu nështron krejt pasuritë e dunjas dhe epshet. Po ka me pas një jetë në gjoksin e tij, në zemrën e tij, një jetë shumë ngushtë. Sepse nuk ka me mbush asnjëherë ajo. Ajo çka e kërkon njeriu ose çka tenton me kërku lumturinë. Prandaj thotë gjithashtu kemi me ngjall ditën e gjykimit të verbër. Pse ja ka kthy shpinën Allahu xhel xelalu. E ka, domethënë e ka larguar përmendurit Allah subhanahu wa taala, besimin, bindjen në Allah xhel xelalu. Kështu që I ka provu gjitha gjanat, por prap zemra e zbrast. Prap gjoksi I shtrënguar dhe I ngushtuar dhe I mbyllur. Kështu që gjithashtu Allahu xhel xelalu e thek se ai I cili largon uzimin Allahut e ka jetën e vështirë që anma yas'adu fi s-sama. Do ta ketë jetën e vështirë sikurse më ngjit në qiell lart. Domethënë që ka vështirësi, që ka domethënë ngushtim gjoks. Kështu që na me këto e kuptojmë se çështë theket se kemi shembuj
me qindra, me mira shembuj që njerëzit pas një jetë shumë të shfrenuar, madje shpesh herë edhe shumë jetë kundër islamit dhe kundër fesë, kundër burimorës, e shohim që në fund i është nënshtruar prap fesë Allahu xhël xhelalu. Çka më nuk kuptu këta? E para është që udhëzimi nuk është në dorën e njerëzve. Pas devijimi nuk është në dorën e njerëzve. Nuk është në dorën e njerëzve. Këtë njerëzit kishin menduar për filanin, artistin, yllin, aktorin e të ngjashme ose liderin ose politikanin, kishin menduar se ky nuk ka mundësi më kthy kur rrugën e Allahut xhël xhelalu. Për shkak të veprimeve të tij kriminale, për shkak të historisë së tij. Mirë, po jetë që në moment të shohëm se themi ka pranuar Islamin, është dorëzu. Pra, kjo është me jep me kuptues që na duhet të qenë shumë vigjilant. Mos mungut asnjëherë në gjykim. Mos më ndot asnjëherë gjuhën tonë duke i fyt të tjerë, sepse ndoshta kur ta fym veprën e tjetrit ose besimin ose vepruarit e tjetrit e fym ne me gjuhë ose nënçmojmë ato, ndoshta do Allahu që nesër na sprovon neve me të njëjtën gjë. Pra, Islami është një fe e cila edhe të riun, edhe të moshumin dhe çdo pjesëtar të saj ndalon nga veprat e këqija, nga veprat e dyta, pra nuk bëhet pjesë vetëm për këto që përmendim, pra droga, alkooli, mbytyja, vrasja, por edhe gabime tjetër të cilat parem në dogën ndoshta të vogla, por pastaj kur e shohim që ato janë pjesa e saj që diku na kanë bërë gjëra të mëdha dhe jemi adaptuar me to si fillim na ka dogë shumë lehtë, por pastaj më vonë kemi paguar kostën që ndoshta është problem më u kthy në çështje mi kanë fillim. Është vërtet, subhanallahu. Ndoshta po duam të cek në diçka këtu interesant, inshallah s'na mërku, sa i përket aspektit të gjunave dhe njerëzit se çysh devijojnë gjatë rrugtimit të tyre në këtë jetë. Sigurisht që Allahu xhël xhelaluhu thash në fillim bashkë me njeriu e ka dërguar edhe si armik përbetuar iblisin, shejtanin e mallkuar. Do të thonë Allahu xhël walzamna kull insanin ta'iruhu fi 'unuqi. Thotë dhe se për secilin njeriu kemi lanë një akran afër. Tash ka për shembull shejtani i cili bën vezvese, po ka dhe me lajket që i shkruajnë pastaj veprat e tij. Domethënë kemi lanë shoqërues. E kemi bëhet kushtëzuar që të ketë njeriu një shoqërues. Pra, këtë rast është shejtani i mallkuar. Dhe Allahu xhël xhelalu ka thonë inna shejtana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Vërtet shejtani është armik juaj, andaj konsideroni ju si armik, merrni për një armik, ruajini. Pastaj thotë wala tattabi'u khutuwati ash-shaytan. Mos i ndjekni hapat e shejtanit mallkuar, sepse shejtani ka hapa. Kjo është më rëndësi. Shejtani qëllimi i tij është me çu deri tek mohimi i Zotit. Sepse thot liyakun hizbuhu min ashabin nar. Për me pas sa më shumë radhën e shoqërisë së vet, domethënë banorët e zjarrit të xhenemit, sepse ai e din që është banor i xhenemit. Prandaj do me pas sa më shumë mas veti, bashkë me të, mos me lën vetën. Thot mos i ndjekni hapat e shejtanit mallkuar. Synimi i tij thamë është me çu deri te mohimi, por nuk arrin te mohimi, pastaj ju shkon njerëzve me mëkate të mëdha. Nëse nuk arrin as me mëkate të mëdha, atëherë mundohet njerëz me mashtruar me mëkate të vogla. Po nëse nuk arrin as me mëkate të vogla, mundohet njerëz me angazhuar në gjëra të lejuara, që quhen ibahat në Islam. Sa kjo e lejuar, s'është ndaluar. Vetëm jam boshllëkun. Sa më shumë që më largu të paktën prej adhurimeve. A shikon domthon që janë hapat e shejtanit mallkuar. Pastaj nëse nuk arrin shumë me angazhu dhe me çështja të lejuara, atëherë çka bën shejtani mallkuar? Se këto pak njerëz nuk e analizojnë. E urdhëron kanë herë për punë të mira. Urdhëron për disa punë të mira, për me ik nga disa që janë më të mira, më madhore, me shpërblim më të madh, me vlerë më të madhe. Domethënë kështu janë ata hapat e shejtanit mallkuar. Subhanallahu. Mundohet mos me bëj me largu njeriu për një punë më të mirë se sa kjo. A mos dhe herë është, është ai cikli i tij, domethënë synimi i tij është që me çu deri tek dyshimet, masanej deri tek mohimi, kufri dhe mosbesimi. Këta janë hapat e shejtanit mallkuar. Dhe kështu domethënë manipulon dhe luan me njerëz. E fatkeqësisht edhe me shumë musliman. Me shumë musliman, jo vetëm jo musliman që bëjnë kurtha natë ditë ndaj muslimanëve, mirë po me musliman, me shumë musliman, madje asnjë musliman nuk mund t'i shpëtojë çytjeve të tij. Pra atë dhe pyetjen fatikisht të fundit që kam planifikuar, pse edhe fetarët bëjnë ka herë gjuna, shpesh edhe në popull pra dëgjojmë
pse hoxha po vepron kështu, sepse ky person që sa vjet falet ose më shumë atakohen haxhit që haxhia që po bën. Pra nuk kemi mund ta gjunohen në favor me do thotë edhe ne që falemi që agjërojmë mund të bëjmë mëkate, por tash varet për situatës për gjendjes që ka ajo se ajo. Absolutisht, unë e ceka do të thonë që çdo njeri pa përjashtim, ato xhallart, madje edhe dietarët. Është interesant, pejgamberi Allahut dy herë është pastruar zemra. Se në pjesën e zemrës të çdo njeriu është një hisë e shejtanit mallkum. Që aty do më vazhdimisht tash i bën vezvese. Sidomos kur ai është larg përmendjes së Zotit, ai më shumë njeriu e huton, edhe kur është njeriu në gaflet, pa kujdesi. Edhe më shumë do më i bën vezvese. Po për atë ne jemi të urdhëruar që më shumë sa më shumë ta përmendim Allahun. Sa më shumë të jemi me namaz, sa më shumë të jemi me abdes, sa më shumë të jemi me dhikr, me Kur'an, në mënyrë që mos i lajm hapësirë shejtanit mallkum. Por a jemi prap njerëz, a jemi çani prap domethënë gabueshme, jemi padyshim që edhe hoxhallar bëjnë gabime. Jo vetëm që bëjnë gabime, sepse gabimi është pjesë e njeriu. Gabim mjetësor ka bërë edhe pejgamber, po jo edhe mëkatet që janë pa tolerueshme. Njeriu mund të bëjë lëshim, është pjesë domethënë obligueshme njeriu që me bë gabim. Apo mëkatet pse bëjnë edhe hoxhallar, pse bëjnë ndoshta ndonjëherë edhe dietar ndonjë mëkat të vogël, sepse thash që është patjetër që me bë njeriu mëkat, për shkak që nuk mundet kurthave të shejtanit mallkum, vezveseve të tij, po edhe egos së tij nuk mundet mi shpëtuar 100%. Në moment ka me gjithë veten që ka rënë, ndoshta pa vërtetësi. Por çka është më rëndësi? Dihet hadithet të shumta, pejgamberi Allah flet nëse njerëzit mos kishin vënë mëkate fare, sikur me lajket, Allah do t'i ndronte krijesën njëri, edhe do ta krijonte një krijesë tjetër që bën mëkat, por kthehet prapë te Allahu xhalla xhelaluhu. Pendohet. Prandaj edhe në hadithin e njohur ka thënë pejgamberi Allahut krejt bita ademit janë gjunaqar, por më i miri, gabimtar, më i miri gjunaqar është ai që vazhdimisht kthehet, pendohet, pranon gabimin e tij. Kjo jep më kuptues se nuk është diçka tragjike nëse ka bënë mëkat një hoxh. Po hoxha nuk bën me bën gjëra të vazhdueshme publike, e cilat janë zakonisht model për rinin, për shoqërinë përgjithësi, për shoqërinë islame, po edhe për shoqërinë edhe jo islame, për shkak që hoxhallarët janë model, janë shembull. Ata thrasin të mirë, ndalojnë nga e keqja. Prandaj tek hoxhallarët nuk mund të jenë të zakonshme mëkatet. Nuk mund të jenë zakonshme. Sidomos kur bëhen ato publike. Sot shumë është e rëndë fatkeqësisht me pa një hoxh për shembull të pi duhan. Sepse ai ato e bën masanej jo me të familjes, po bën edhe në kafe, në rrugë, gjithkohë domthon është një model shumë jep një shembull shumë të keq. Ose runa zot me një hoxh të fol një gjuhë për shembull shumë s'moj me thonë është gjuhë sharjes, fyse, po një gjuhë që të rinis sodit, përdor terma shprehje që nuk i kanë hije një hoxhë. Ai kur ti nim për shembull në shoqënia, xhamati, domthon merr një shembull shumë të keq për tina. Prandaj po them disa gjënoa që nuk janë toleruese për hoxhallarët, por a mund bëjnë veprime të caktuara, momente të caktuara në gjëna me katëshëm, padyshim që bëjnë. Edhe pejgamberi Allahut na ka mësuar që duhet me mbulun njëri tjetrin. E më shumë i mbulu dhe njerëz që janë domthon shembull dhe janë më me ndikim. Domthon kanë më shumë ndikim, kanë më shumë reputacion si të mirë si të keq. Kështu që duhet me mbulu muslimanin. E nuk ndodh që thot pejgamberi Allahut që një musliman të mbuloj një muslimani një të keqe për se Allahu t'ia mbuloj një mëkat apo një gjënase në temet në ditën e gjykimit. Nuk ja shplan. Kjo shumë është më rëndësi. Mirë po, nëse ti arrin ja shplan ose dikon që me ja shplu ose diçka, atëherë dije se ju shplu edhe vetes tonë. Ju ka shplu edhe vetes tonë. Atëherë hoxh padyshim që tema është më gjë se sa që ne biseduam po folëm, por që ka të kishim kohë hapësirë për sot, duke shpresuar që do të takohemi edhe herat të tjera. Allah shpërblet. Amen. Amen. Ju Zoti ju shpërblet. Ishte kënaqësi, Allahu ju nderoft. Të nderuar meshtrë të iskaç për emisionin e sotshëm, takohemi nesër dhe atë më mbetshëm me programin e vazhdim nga RTI. Selamun alejkum. Kush janë ekspertët që